Takimi mes presidentit Serb Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Kurti që u zhvillua më 18 mars 2023 në Ohër, ishte për më shumë ditë në fokus të mediave. Mes shumë përmbajtjeve të publikuara, kishte edhe të tilla që dezinformuan opinionin. Një ditë para takimit, më 17 mars 2023, më tepër media, duke u referuar një raporti të korespondentit të agjencisë MIA, publikuan tekste me titull: Kurti nuk e pranon vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për dekretin e Thaçit. Në përmbajtjen e botuar shkruan: Kryeministri i dorëhequr i Kosovës, Albin Kurti, e ka cilësuar të papranueshëm vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, me të cilin presidenti të shtetit i njihet e drejta për t'ia dhënë mandatin e kryeministrit një partie tjetër, përveç asaj që ka fituar zgjedhjet parlamentare, lajmëroi korespondenti i MIA-s nga Prishtina. Por nuk është e vërtetë se Kurti është tani kryeministër në dorëheqje, por kryeministër aktual i Kosovës. Ai ishte kryeministër në dorëheqje më 29 maj 2020, kur u botua fillimisht lajmi i MIA-s. Për shembull, në klasterin e lajmeve të agregatorit Time.mk shihet se titulli "Kurti nuk e pranon vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për dekretin e Thaçit" është publikuar nga portali A1On më 29 maj 2020. Edhe portali Observer më 29 maj 2020 botoi lajmin: Kurti nuk e pranon vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për dekretin e Thaçit. E të njëjtin titull dhe tekst e ka ribotuar edhe më 17 mars 2023. Thënë shkurt, disa media e shfrytzuan interesimin për takimin Kurti-Vučić në Ohër për të publikuar lajm të vjetër, gati 3 vjet. Asnjë nga këto media nuk e tërhoqi lajmin apo nuk u kërkoi falje lexuesve për gabimin. Edhe ky rast tregon se verifikimi i fakteve shpesh dështonte disa media, edhe pse është detyrë e tyre profesionale.